aktualisht jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, rapi është nga këto më dominantja, sepse mendoj këtë që është më e monetizueshme, sepse për shembull grafiti është kryesisht art anonim. Okay. Pra është vështirë të monetizosh dhe të kapitalizosh prej saj. Ndërkohë që edhe kërcimi, pra sado që kërcimi është patjetër gjithmonë pjesë e jetës tonë, por muzika e kënduari është më dominante se sa të kërcyerit. Dhe prandaj domethënë mendoj që me kalimin e kohës secila ka gjetur vendin e vet, sepse më përpara DJ ka qenë kryesorja në hip hop dhe raperi ka qenë ky personi i cili kur DJ bënte pak pushim, ky bënte disa manovra me fjalë, pra kështu ka qenë në fillim. Edhe me kalimin e kohës, besoj te teoria ekonomike që domethënë tregu e gjen veten, domethënë e përcakton vet kërkesën dhe ofertën, dhe me kalimin e kohës kjo gjë ndodhi, pra praktikisht secila zoni vendin e vet që u takon.